Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë për shëndetjet tona sinqerta mbi vullën e gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me mësimet tona njëhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përmes virtyteve të tij dhe kemi ardhur tek kapitulli i 43 ku autori na flet për agjërimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidhiu vëllezër në këtë kapitull na i sjell 16 hadithe që tregojnë për agjërimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra si ishte agjërimi i tij, agjërim fars obligativ apo prej agjërimeve nafile. Nga agjërimet e preferuara të pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë qenë agjërimet javore, që i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka agjëruar ditën e hënë dhe ditën e enjte. Po ashtu prej agjërimeve të preferuara të pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë qenë agjërimet mujore, që janë 3 ditët e bardha, pra 3 ditët e bardha për çdo fillim të muajit, pra hënor. Po ashtu këtu autori pranon Tirmidhiu na flet edhe për agjërimin i cili përsëritet çdo vit, që është agjërimi i muajit të Ramazanit, duke i ashtuar edhe agjërimin e Ashurës, po ashtu edhe agjërimin e muajit të agjërimin e Ashurës dhe agjërimin e Arafatit, për të cilat ka shpërblime të mëdha tek i Madhi Zot për atë i cili agjëron, ndërsa agjërimi i muajit të Ramazanit është një prej shtyllave të Islamit, sikurse edhe që e dim. Andaj vëllezër, fjala agjërim në gjuhën arabe do të thotë abstenim, ndalim dhe përmbajtja e vetes. Ndërsa në kuptimin sheriatik, fjala agjërim do të thonë abstenim dhe përmbajtje nga gjërat të cilat e prishin agjërimin, që nga koha e hyrjes së agimit të vërtet deri në perëndimin e diellit. Andaj agjërimi i vërtet është agjërimi i atij robi i cili agjëron, pra qoftë Ramazanin apo qoftë agjërimet nafile, me zemrën e tij të kulluar dhe të pastër dhe me devotshmëri, gjë që ky agjërim, pra devotshmëria në agjërim, e çon drejt frikës së Allahut të lartësuar, që ajo vepër të bëhet vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Andaj dini vëllezër se agjërimi, qoftë fars, siç është Ramazani apo agjërimet nafile, janë vepra të cilat e gjallërojnë zemrën e besimtarit. Janë vepra të cilat i japin shpirt dhe i japin forcë lidhjes së njeriut me krijuesin, me Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu agjërimi nafile i nxit besimtarët që të largohen nga mëkatet të cilat i ka ndaluar Allah subhanahu wa taala dhe të afrohen drejt veprave të cilat i ka urdhëruar dhe i ka pëlqyer, pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar agjërimin në hadithin e saktë, ku thotë i dërguari i Allahut se agjërimi është mburoj. Pra mburoj që e ruan robin, pra agjërusin, që mos të bien mëkate, pra të largohet prej mëkateve, që të fitoj me lejen e Allahut të lartësuar, pra botën tjetër, ahiretin, dhe të fitoj me lejen e Allahut të lartësuar xhenetin. Pra në momentin kur robi agjëron për hir të Allahut, sepse agjërimi është mburoj, dhe agjërimi e mbron dhe e largon nga mëkatet. Gjithashtu, o vëllezër, agjërimi është edhe abstenim nga gjunahet. Dhe pikrisht piknisja e agjërimit të robit duhet fillojë nga këtu. Domethënë që agjeron për hir të Allahut, mirë po agjërimi duhet më kon shkas që ai mu largu prej gjunave. Për shembull, veshi duhet më agjëru, që do thotë veshi nuk guxon me ndëgju fjalë apo nuk guxon me ndëgju vepra të flista, të pista, fjalë të pista dhe me ndëgju mëkate. Po ashtu edhe shikimi duhet më agjëru, pra nuk duhet me shiku gjërat të cilat i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu edhe goja e robit duhet më agjëru, që nuk duhet të flas fjalë të ndyta, nuk duhet të shahen askënd, pastaj nuk duhet edhe të gibeton, apo edhe të i përqesh, apo edhe të akuzon dikën tjetër me pa të drejtë. Që i bie të gjitha gjymtyrët e trupit të një besimtari e kanë për detyrë agjërimin e këtij lloji, pra agjërim
abstenim nga pija dhe ushqimi dhe marrëdhënia dhe po ashtu agjërim nga gjërat të cilat i ka ndaluar Allahu prej mëkateve që e dobësojnë dhe e zbusin pra shpërblimin e agjërimit të njerëzit. Autori e vëllezër e fillon këtë kapitull pra agjërimi i pejgamberit alayhis salatu wassalam, që ka të bëjë me agjërimet nafile, me hadithin 298 nga Abdullah ibn Shekik, i cili thotë se e ka pyetur Aishën radhiyallahu anha për agjërimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ndërsa ajo më është përgjigjur duke thënë: I dërguari i Allahut ka agjëru, ashtu sa ne kena menduar se nuk do ta ndërpriste agjërimin. Pastaj vazhdon duke thënë: pastaj e ka ndërprej agjërimin, pra han të ushqim, sa që ne kena menduar se nuk do ta agjëronte më. Pastaj thotë që nga momenti i ardhjes së pejgamberit alayhis salatu wassalam në Medinë, nuk ka agjëruar asnjë muaj të plot përveç Ramazanit. Dhe këtë hadith e gjen tek Imam Muslimi. Pra Aisha radhiyallahu anha, vëllezër, këtë hadith na tregon se sa shumë ka agjëru pejgamberi alayhis salatu wassalam, sa që sahabët kanë menduar se i dërguari i Allahut nuk do ta ndërpriste agjërimin fare. Por pjesa e dytë e hadithit, ku thot pastaj ndërpriste agjërimin hante ushqim, sa që mendonin se nuk do ta agjëronte, do thot se i dërguari i Allahut ka pas periudha ku pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ka agjëruar për disa ditë të tëra, derisa sahabët kanë menduar se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka më agjëru gjatë ati muaj. Andaj agjërimi këtu ka të bëjë me agjërimin nafile, me agjërimet vullnetare. Pse? Sepse vepra nafile kthehet te vet pronari i tyre. Vepra nafile është në dorën e pronarit. Pra nëse don e vepron dhe agjëron, por nëse nuk don, nuk mundet, nuk e vepron dhe nuk agjëron. Domethënë, nëse agjëron, shpërblehet tek Allahu i lartësuar. Nëse nuk agjëron, nuk shpërblehet tek Allahu subhanahu taala. Ndërsa agjërimi i Ramazanit, siç e dini, është prej agjërimeve obligative për çdo musliman, ku i ka edhe rregullat dhe dispozitat e veçanta. Andaj, kjo vepër e agjërimit nafile vërtetohet edhe në hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na thot: veprat më të dashura tek Allahu janë ato që janë të pakta, por që janë të vazhdueshme. Të pakta, por që janë të vazhdueshme. Andaj o vëlla, nëse ti jepet mundësia për me bën një vepër të mirë, veproje, bëje më një herë. Pse? Sepse kjo nismë e të vepruarit të një vepër të mirë bëhet sebeb që ti pastaj ato mos me lën kurrë. Pra nëse fillon robi me agjëru ditën e hënë dhe ditën e ajte, kjo bëhet shkas që ai ton kohën me bë. Dhe ton kohën me vazhdu me agjëru ditën e hënë apo ditën e ajte. Po ashtu edhe ndonjë prej suneteve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pse duhet me bë më një herë? Sepse vjen një kohë ku ti nuk ke më shumë me agjëru, vjen një kohë ku ti nuk ke më shumë me vepru atë sunet të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Aisha radhiyallahu anha na tregon dhe thot: përderisa isha në shtëpinë time, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hyri në shtëpi. Dhe me mu ishte një grua. Dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pyeti: kush është kjo? I thash, o i dërguari i Allahut, është filania, e cila njihet për vepra të shumta, posaçërisht të faljes së namazit të shumtë. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk e miratoi parimisht një gjë të tillë. Dhe pastaj tha: bëni punë të mira as sa keni mundësi, sepse Allahu nuk mërzitet nga ju derisa ju të mërziteni vetë prej veprës suaj. Derisa ju të mërzitni vetë prej veprës suaj. Dhe pastaj tregon Aisha radhiyallahu anha dhe thot se praktika më e dashur fetare e pejgamberit alayhis salatu wassalam ka qenë ajo vepër e cila kryhej e pakt por e vazhdueshme. Pra e vazhdueshme. Dhe këtë hadith e gjem tek Imam Buhariu me numër 43. Imam Ahmedi o vëllezër, gjatë leximit dhe gjatë mbledhjes së haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur ka po ndonjë vepër që është përmend në hadith, gjë që të cilën ai më herët nuk e ka vepru, është ngrit dhe më njëherë ka praktikuar. Dhe pastaj ju ka folë edhe nxënësve të tij, talebeve, për të vepruar të njëjtën vepër. Pse? Sepse është një mundësi e artë që ty sot Allah ta mundson me bë, mirë po,
vjen një kohë ku ti nuk ke mundësi me e bo një gjë të tillë. Pastaj çfarë thot pjesa e hadithit? Në momentin kur i dërguari i Allahut ka ardhur në Medinë, nuk ka agjëru asnjë muaj të plot të tërin përveç Ramazanit. Lind pyetja, pse Aisha radhiyallahu anha po na tregon këtu në këtë hadith se që kur i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medinë, nuk ka agjëruar një muaj të plot pos muajit të Ramazanit. Sepse me ardhen e pejgamberit alayhi salatu wasallam në Medinë, aty kanë filluar edhe të zbresin gjitha dispozitat e sheriatit. Edhe aty është bo edhe obligim agjërimi i muajit të Ramazanit në vitin e dytë të hijretit. Pra në vitin e dytë të hijretit është bo obligim edhe agjërimi i muajit të Ramazanit. Dhe autori e vëllezër e sjell hadithin 299 nga Anas ibn Malik, i cili është pyetur për agjërimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ndërsa Anas ibn Malik është përgjigjur duke thonë, kur fillonte të agjëronte ndonjë muaj, mendonim se do ta plotësonte të tërin dhe nuk do ta ndërpriste agjërimin e tij. Pastaj kur e ndërpriste agjërimin e tij, mendonim se nuk do ta agjëronte më. Kurdo që dëshiroje ta shihje natën duke falur namaz, do ta shihje, dhe kurdo që dëshiroje ta shihje duke fjetur, do ta shihje. Ky hadith i pejgamberit alayhi salatu wasalam që na tregon Anas ibn Maliku, na tregon rrugën e mesme dhe rrugën e drejtë të cilën e ka ndjekur pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pra i dërguari i Allahut nuk ka agjëruar vazhdimisht. Pra nuk ka agjëruar pa ndërprerje. Por të njëjtën kohë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e kalon agjërimin plotësisht pa agjëruar. Pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vëllezër e ka nisur muajin duke qenë agjërueshëm. Ka vazhdu duke qenë agjërueshëm, saqë sahabët kanë menduar se do ta plotësonte të tërë muajin duke qenë agjërueshëm. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka filluar muajin duke mos agjëruar, saqë sahabët kanë menduar se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk do të agjëron fare po atë muaj. Prandaj pastaj çfarë thot hadithi i profetit, pjesa e fundit, kurdo që dëshiroje ta shihja natën duke falur namaz, do ta shihje, dhe kurdo që dëshiroje të shihje duke fjetur, do ta shihje. Pra, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe këtu është treguar mesatar. Edhe këtu është treguar mesatar. Pra, është treguar mesatar edhe gjatë natës. Ja ka dhënë të drejtën e vet xhumit, sikurse që ja ka dhënë të drejtën e vet edhe namazit. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam çdo punë të cilën e ka bo mesatar, pra ka qenë mesatar, mirë po në anën tjetër asnjë punë i dërguari i Allahut nuk e kalon të mangët. Pastaj autori e sjell hadithin e 300 nga Ibn Abasi, ku thot se pejgamberi alayhi salam agjëronte arsana mendonim se ai nuk do ta ndërpriste më, pastaj e ndërpriste agjërimin saqë ne mendonim se nuk do ta agjëronte më, që kur erdhi në Medinë nuk ka agjëronte ndonjë muaj të plot përveç Ramazanit. Hadithi është tek Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Ky hadith është parafërsisht i njëjtë me hadithet e lartë përmendura të Aishës dhe Enes. Dhe autori na sjell hadithin 301 nga Ummu Salama, e cila thot se nuk e kam parë pejgamberin alayhi salatu wasalam duke agjëruar 2 muaj radhazi përpos muajit Shaban dhe Ramazan. Pra Ummu Salama po tregon se asnjëherë nuk e ka pa të dërguarin Allahut duke agjëruar 2 muaj radhazi përpos agjërimin e muajit Shaban dhe agjërimin e muajit Ramazan. Ky hadith është argument që tregon për vlerën e agjërimit të muajit Shaban, sepse është para përgatitje për muajin Ramazan. Do ta sqarojmë se a është agjëruar komplet muaji Shaban apo jo. Disa prej dietarëve vëllezër kanë thonë kështu: agjërimi i muajit Shaban është sikurse syneti para faljes së namazit të farzit. Para to dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shumicën e muajit të Shabanit e ka agjëruar. Pra agjërimi i muajit Ramazanit është një çështje e qartë dhe është e njohur që duhet të agjërohet i tërë muaj për vetëm arsyeve sheriatike. Mirë po, agjërimi i muajit Shaban është saktuar se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka agjëruar shumicën e këtij muaji, e jo të gjithë muajin. Pra i dërguari i Allahut muajin Shaban
një pjesë të madhe të muajit Shaban e ka agjëruar. Sikurse që e përmendëm hadithin e Aishës dhe të Ibn Abbasit, ku kanë thonë se që nga momenti kur i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në Medinë, nuk ka agjëruar asnjë muaj të plot përpos muajit të Ramazanit, Prandaj fjala e Umu Selemës, pra ai ka agjëruar 2 muaj rreth Shabanin dhe Ramazanin, kuptohet se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë agjërueshëm në shumicën e muajit të Shabanit, e më pas i dërguari Allahut ka vazhduar duke agjëruar edhe muajin Ramazan. Dhe pastaj autori na sjell hadithin 302 nga Aisha radhiyallahu anha, e cila thotë se nuk e kam parë pejgamberin alayhi salatu wasalam të agjëronte në ndonjë muaj më shumë se sa që agjëronte në muajin Shaban. Pastaj thotë, pothuajse tër muajin Shaban agjëronte, pastaj thotë bile agjëronte të tërin. Dhe këtë hadith e gjen tek Imam Buhariu 1969 dhe tek Imam Muslimi 1956. Ibn Mubareku rahimullah, një prej dietarëve të mëdhej, në lidhje me këtë hadith thotë, është e lejuar në gjuhën arabe që nëse një njeri agjëron shumicën e muajit, të i thuhet atij se ka agjëruar tër muaj. Nëse një njeri e ka agjëruar shumicën e atij muaji, të i thuhet atij se ka agjëruar tër muaj. Po ashtu, nëse dikush është falur gjatë natës, mund t'i themi atij se ai është falur tër natën. Mirë po, a është e saktë se ai është falur tër natën? Jo, sepse ai mund të ndodhë që gjatë natës të ndërpret namazin, të hanë, të pinë, të kryejnë disa gjëra për të cilat ai ka nevojë, pra ka nevojë trupi i tij. Pra qëllimi i Ibn Mubarekut është se këto 2 hadithe nuk e kundërshtojnë një tjetrin. Pra kuptimi i tyre është se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka agjëruar shumicën e muajit Shaban. Për shembull, e kemi një person i cili non stop del në namaz të sabat, dhe themi se ai kur nuk e humb namazin e sabat. Mirë po, a do thotë që ai nuk e humb kur? Jo, nuk do thotë, se ndodh që ai mos me dal namaz sabat në xhami. Mirë po, nëse shumicën e rasteve ai del në xhami, namaz sabat, themi për të se ai gjithmonë del në namaz të sabat në xhami. Domethënë, kështu dhe trajtohet edhe në gjuhën arabe. Pra këtë çështje të agjërimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam të muajit Shaban, siç tregon Aisha dhe Umu Seleme, ka ardhur një hadith tjetër që transmeton Imam Muslimi prej Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë, pejgamberi alayhi salatu wasalam e agjëronte të gjithë muajin Shaban përveç disa ditëve të pakta të muajit Shaban. Që të thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam shumicën e muajit Shaban ka qenë agjërueshëm. Pos disa ditë Shabanit nuk i ka agjëruar. Pra kështu po na tregon nëna e besimtarëve. Pra këtu Aisha radhiyallahu anha vëllezër po na shëron se i dërguari Allahut nuk e ka agjëruar komplet muajin Shaban, sikurse që e ka agjëruar pra muajin e Ramazanit. Dhe autori i vëllezër na sjell hadithin 303 nga Abdullahu, i cili thotë se i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në fillim të çdo muaji ka agjëruar 3 ditë. Rallë herë e ka prish agjërimin e ditës së xumës. Ndërsa ju e dini se nuk lejohet me agjëru ditën e xumës. Do të vjen autori dhe do të na esharon dhe do të na argumenton një gjë të tillë. Pra, në këtë hadith se pejgamberi sa në fillim të çdo muaji agjeronte 3 ditë, gjejmë inkurajimin e besimtarit për agjërimin e 3 ditëve të çdo fillimi të muajit, sepse ka ardhur me një hadith të saktë që e gjejmë tek Imam Ahmedi, se i dërguari Allahut ka thënë: agjërimi i durimit e që është muaji Ramazan, dhe agjërimi i 3 ditëve të çdo muaji është sikurse të ketë agjëruar robi tër vitin. Pra kush agjëron 3 ditë mbrana muajit, është sikurse ma agjëruar tër vitin. Pse kjo? Sepse një vepër të cilën e bën robi
të mirë për Allahun e lartësuar, shumë fishohet me 10 fishin. Shumë fishohet me 10 fishin. Siç ka ardhur në hadithi tjetër tek Imam Muslimi 11:51, se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: çdo vepër e njeriu dy fishohet dhe për çdo vepër të mirë shpërblimi është prej 10 deri në 700 herë. Pra një vepër të mirë që i bën ti, 10 deri në 700 herë shpërblehesh tek Allah subhanahu wa taala. Prandaj, nëse njeriu agjeron 3 ditë muaj, i bie sikurse të ketë agjëruar tër muajin, 3 ditë, shtoja ka 10, bëjnë 30, se një vepër e mirë e ka 10 fishin e saj. Domethënë 3 ditë muaj i bën sikurse më agjëru komplet muaj. Dhe nëse ti i përsërit 12 muaj nga 3 ditë, që i bie 30 ditë. Herë 12 bëjnë 30, herë 12 36. Kur ja shton kësaj 10-ën, më thonë, i bie 360 ditë. I bie 360 ditë. Do më thonë, 12 muaj ka 30, do më thonë 3 ditë agjërim me secila ditë 10 fishin e saj, që i bjerë 30, 12 e 30, 360 ditë. Pra, është njëjtë sikurse ma agjëru komplet vitin. Pra, këto 3 ditë të agjërimit, robi apo muslimoni mundet me agjëru në fillim të muajit, ose mundet me agjëru mes muajit, që janë ditët e bardha, 13, 14, 15, në varësi të lëvizjes së muajit hënor si është, ose mundet me agjëru edhe në fund të muajit, ose ka thonë ulemaja mundet me agjëru të ndara, më thonë, jo kretë bashkë, po mundet me agjëru edhe të ndara, sikurse ka ardhur hadithi nga Muadha el-Adevia, e cila e ka pyetur Aishën, dhe hadithi është tek Imam Muslimi 11:60, pra i ka pyetur nënën e besimtarëve, gruan e pejgamberit alayhi salatu wasalam, se a ka agjëruar pejgamberi alayhi salatu wasalam çdo muaj nga 3 ditë? Aisha thot po. Dhe pastaj e ka pyet: cilët ditë muajt i ka agjëruar pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ka dosht me ditë tamam ditën, me emër. Pra ditët e javës. Aisha thot, i dërguari i Allahut nuk i ka kushtuar rëndësi të veçantë ditëve të cilat ai ka agjëruar. Pra nuk i ka dhënë rëndësi të veçantë ditëve që ka agjëruar. Pastaj kthehemi tek pjesa e dytë e fundit e hadithit, ku na tha Abdullah se pejgamberi sa në fillim të çdo muaji agjëronte 3 ditë, rrallë herë e ka prish agjërimin ditën e xumës. Që do thotë se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka agjëruar edhe ditën e xumës. Mirë po, kuptimi i saktë i këtij hadithi është arse çfarë është transmetuar nga i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e që e gjejmë hadithin tek Imam Buhariu me numër rëndor 1935, që e transmeton Ebu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë: askush të mos agjëroj vetëm ditën e premtme. Askush të mos agjëroj, pra ta veçoj me agjërim ditën e premte të xumon, përveç nëse agjëron një ditë para ose nëse agjëron një ditë pas. Ndërsa vetëm dita e premte, pra xumoja nuk bën, por duhet me bashkangjit një ditë përpara, që është e etja, ose një ditë mbrapa, që është e shtuna. Pastaj autori na sjell hadithin e 304 prej Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam është kujdesur për agjërimin e ditës së hënë dhe ditës së enjte. Pra i dërguari i Allahut është kujdesur për këto 2 ditë që mos të i ikin duke mos agjëruar. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka çmuar këto 2 ditë dhe i ka agjëruar këto 2 ditë. Por kush është urtësia pse i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është kujdesur që dita hënë dhe dita e njëte mos të i ikati pa agjërim, e sharon hadithi 305, ku transmetohet prej Ebu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë: veprat e njerëzve paraqiten para Allahut subhanahu wa taala ditën e hënë dhe ditën e enjte. Andaj thot, dëshiroj që veprat e mia, kur të paraqiten para Allahut të lartësuar, të jenë
unë agjërushëm. Pra, ditën e honë dhe ditën e ajte, veprat e robit paraqiten te Allahu subhanahu wa taala, dhe këto vepra është mirë që robi me ja bashkangjit edhe agjërimin. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka agjëruar këto 2 ditë. I ka veçuar këto 2 ditë. Nuk i ka nikur pa agjërim këto 2 ditë, ditën e hënë dhe ditën e ajtje. Pse? Sepse veprat tona dalin para Allahut, i shfaqen Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dëshiruar që kur vepra e tij të i shfaqet Allahut subhanahu wa taala, të i paraqitet Allahut subhanahu wa taala, ajo të jetë edhe me agjërim, pra të jetë edhe agjërushëm. Siç na vjen edhe një hadith tjetër që e gjejmë tek Imam Muslimi me numrin dorë 2565, ku i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: veprat ngrihen tek Zoti çdo të honë dhe çdo të ajtë dhe çdo të hënë, dhe atëherë Allah subhanahu wa taala i fal të gjithë ata që nuk i kanë përshkruar atij shok, me përjashtim të njeriut i cili është mbelo, është në zënk, është i dhënuar me vllahun e vet. Allah subhanahu wa taala do t'i fal të gjithë ata të cilët nuk i kanë bërë shirk Zotit, me përjashtim të atij personi i cili është mbelo, i cili është në zënk, i cili është i hidhruar me vllahun e vet. Atëherë i thuhet: lëreni këta 2 gjerisa të pajtohen, lëreni këta 2 gjerisa të pajtohen. Pra hadithi është i saktë tek Imam Muslimi 25:65. Po ashtu kemi edhe hadithe tjera vëllezër që tregojnë se veprat e robërve i paraqiten Allahut të lartësuar edhe gjatë ditës edhe gjatë natës. Andaj vepra natës ngrihet tek Allahu subhanahu wa taala dhe i shfaqet Allahut subhanahu wa taala para se me ardh dita. Dhe po ashtu vepra ditës shfaqet apo ngritet tek Allahu subhanahu wa taala para se me ardh nata. Ndërsa veprat e javës, siç treguam hadithin e lartë përmendur, i shfaqen Allahut të lartësuar ditën e hënë dhe ditën e ajte, ndërsa veprat tona vjetore, të cilat njeriu i kryen gjatë tërë vitit, i shfaqen dhe i tregon Allahut të lartësuar në muajin Shaban, sikurse e cekëm hadithin e lartë përmendur. Ndërsa urësi tjetër e agjërimit të ditës së hënë është hadithi që gjejmë tek Imam Muslimi me numrin dorë 1162, kur është pyet pejgamberi alayhi salatu wasalam për agjërimin e ditës së hënë, ka thonë: atë ditë kam lindur unë dhe po atë ditë ka filluar të më zbret mu shpallja nga Allahu i lartësuar. Të nderuar vëllezër, ky është mësimi jonë për sonte, me shpresë që të takohemi në dersin e radhës, ku do të vazhdojmë pjesën e dytë dhe pjesën e mbetur të haditheve që kanë të bëjnë me agjërimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam nafile, sallallahu alaihi wasallam.